Ndërhyrja në argjenaturën e lumit Devol ka nisur pas dëmtimeve të shkaktuara nga përmbytjet që përfshin Bashkinë Maliq rreth një muaj më parë. Si pasojë e prurjeve të shtuara dhe presionit të madh të ujit, një pjesë e argjenaturës u çat duke rrezikuar tokat bujqësore, infrastrukturën dhe banesat përreth. Menjëherë pas stabilizimit të situatës, u ndërmorën vlerësime teknike dhe u hartua plani ndërhyrjes për rikuperimin dhe përforcimin e argjenaturës. Drejtori i Agjencisë Ujitje Kullimit në Maliq bën me dije se punimet konsistojnë në sistemimin e zonës së dëmtuar, mbathjen me gur dhe përforcimin e strukturës mbrojtëse, me qëllim parandalimin e dëmtimeve të ngjashme në të ardhmen. Po punohet në kohë të zgjatur sepse që nga ura e sheqerës deri në argjenatura e çajit në Devol është një distancë afërsisht për 3000 metra linear, 3 km, me një gjendje të vështirë për të çuar bazë materiale. U punuam me angazhim të operatorëve privat, Ministrisë Mbrojtjes, Bashkisë, për të krijuar infrastrukturën rrugore. Ishte një proces jo i lehtë. Mirat u finalizua dhe me mjetet e ushtrisë dhe me mjetet e Bashkisë ne kemi 2-3 ditë që kemi finalizuar procesin fundor, çuarjen e materialit të fundit, gurëve për forcimin e argjenaturës. Kjo ndërhyrje është një hap i rëndësishëm për rritjen e sigurisë së komunitetit dhe mbrojtjen e territorit nga fenomenet natyrore për të garantuar mbrojtjen e jetës, pronës dhe tokave bujqësore në Bashkinë Maliq.